Dhe qaste po në ndiqni drejt për së drejti, kemi ardhur edhe sonte në transmetim të drejt për drejt të radios Dituria Islame dhe do të jemi në emisionin edukativ arsimor dhe do të thotë aktualitete fetare dhe edukative arsim, të cilin e bashkë drejtojmë me profesor doktor Hafez Hajredin Hoxha, me të cilin edhe sonte jemi në transmetim të drejt për drejt. Dhe do të jemi në trajtim temës Kur'ani dhe kualiteti në vepra. Do të trajtojmë këtë temë sonte me profesor doktor Hafez Hajredin Hoxha dhe do të ju presim të dashur të nderuar dëgjues me pyetjet tuaja të vini në këtë transmetim të drejt për drejt. Do thotë pyetjet tuaja do të jenë në pjesën e dytë të programit, ndërsa ne për hyrje të këtij emisioni e përshëndesim doktorin me selamu alejkum dhe i dëshirojmë mirëseardhje në program. Aleikum selam wa rahmatullah, nderuari moderator. Allahu arni. Mirë se ju gjejmë, edhe mirë se gjejmë edhe dëgjuesit tanë dhe shikuesit tanë. Allahu ju shpërblet edhe juve. Amin. Faleminderit shumë që edhe sonte jemi drejt për drejti dhe në këtë emision të cilin pra do të realizojmë mbi trajtimin e kësaj teme me të vërtet shumë të rëndësishme dhe besoj me shumë interes edhe për dëgjuesit tanë. Prandaj unë duke i ftuar dëgjuesit që të bëhen në pjesë e këtij programi me pyetjet e tyre, pyetjet të cilat do t'i bëjmë në pjesën e dytë, do t'i lexojmë ose edhe me telefonata në pjesën e dytë të programit do të mund të na bashkangjiten në këtë emision të sonte. Kështu që unë pa humbur kohë do t'ju kaloj menjëherë fjalën juve që të nisim ligjërimin mbi këtë temë. E rëndësishme është që po dëgjohemi mirë, është kualiteti i zërit dhe fotografisë shumë në rregull, kështu që jemi të gatshëm që të nisim. Faleminderit, në rregull. Po fillojmë me Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, gjithë mëshirshmit, të mëshirëplotit, mëshirëbërësit. Falënderimet tona, lavdatat tona i qofshin Allahu xhalla shanuhu, ashtu si meriton ai lartëmadhëruari Allah. Salavatet tona, selamet tona, të gjithë ja dërgojmë zotëriut tonë, pejgamberit më të mirë, Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe për gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Ju përshëndes vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, kudo që jeni, dhe mirë se keni ardhur në emisionin tonë javor. Dhe mirë se keni ardhur përsëri në këtë cikël të debateve apo të ligjëratave që kanë një frymë reformative, që kanë një frymë reformative shoqërore, duke u bazuar në dispozitat apo në argumentet kuranore, fetare dhe ato profetike të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ideja jon, apeli ynë, vizioni ynë, ashtu si gjithmonë edhe kësaj radhe do të bazohet, do të thotë, në fjalët e Allahu xhalla shanu në Kur'an. Gjithmonë kemi potencuar, kemi cekë dhe sonte po cekim, kur themi në Kur'an, mos na keq kupton dikush që pse jo edhe në hadith. Hadithi futet aty automatikisht. Dhe edhe javën që shkoi, edhe para kësaj jave, ne kemi thënë që hadithi, pa hadith të pejgamberit alayhis salam, pa sunet të Muhamedit alayhis salam, nuk kemi edhe islam, komplet nuk kemi islam të pranuar. Prandaj, edhe si sonte, edhe herave tjera nëse jemi shëndosh dhe rahat, hadith gjithmonë aty nuk kuptohet vetvetiu që hadithi është edhe ajo pjesë do thotë. Domethënë, kualiteti i veprave tona së pari do të bazohemi në ajetet kuranore, çka flet Kurani për këtë, pastaj për me ndriçuar këto ajetet
Për me kristalizu këtë çështje, na I referohemi edhe rasteve tjera në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kohën e sahabeve, dhe kështu gërshetohen këto dy argumente që janë të pandashme. Si zakonisht, që apeloj tek studentët, tek hoxhallarët, tek kolegët e mi të akademikë, së pari t'ja bëjmë një diagnozë, një test gjendjes son në shumë fusha, fushën fetare, fushën akademike, fushën tregtare, fushën medicinale, fushën industriale, bujqësore, profesionale, të profesioneve të ndryshme. A kemi na kualitet në këto vepra çka I bëjmë në gjitha këto fusha? A jemi duke I përmbush këto kritere që sot po jetojnë kritere ndërkombëtare, internacionale për të pranuar një shtet. Për shembull, neve Kosovën nuk po dojnë me na pranu akoma në Evropë, apo po na vanojnë procesin e pranimit në hyrjes në Evropë dhe lëvizjes së lirë, pse po na thonë nuk keni kualitet në punë, akoma si keni përmbush disa kritere, nuk po luftoni korrupsionin, nuk po luftoni trafikimin me njerëz, nuk po luftoni drogën, e krimin e organizuar, do të thotë nuk keni kualitet akoma. Kjo është mesazhi evropian, dhe kjo është kritika evropiane, Unionit Evropian për neve shqiptarët apo për neve muslimanët e Ballkanit, pse ata na kanë vanuar neve sidomos bosnjakët, dhe Shqipërinë, pse mos më hina në Evropë. Problemi është se nuk kemi në kualitet. Dhe thot, argumente kemi shumë, saqë edhe koha mos ta humbim shumë kohën këtu në këtë diagnozë, po nuk bën pa I përmend disa, sa për ilustrim, po marrim, të thot, kualitetin në vepra fetare. Po marrim detyrën e imamit, në xhami, a kryen atë detyrë që ja ka besuar Bashkësia Islame e Kosovës, apo Bashkësia Islame e Maqedonisë, apo Shqipërisë, apo e Sanxhakut, apo Malici, a e kryen atë detyrë me kualitet. Duke qenë që edhe vetë na kemi punu si imam në xhami, duke qenë se edhe na vetë kemi punu si hatib dhe muallim, ligjërues dhe mësues I fëmijëve, domethënë si besimin fetar, kemi pa dhe akoma shohim se kjo punë nuk kryhet me kualitet si duhet dhe kemi shumë ankesa nga xhamati për imam të cilët nuk I rinë gati namazeve, nuk dalin në xhami, marrin rroga, thot për 5 vakt, e ndalin 3-4 vakte, është imami I zonën me aktivitete tjera sekondare, mungon shpesh. Kështu që kjo mungesë shpesh ka shkaktuar, do thot, irritim dhe nervozje, do thot, e xhamati, edhe xhamati ankuar në Bashkinë Islame në çdo qytet, dhe imami mirët në pyetje, pse mungon kualitetin e punë, nuk e bën atë punën me amanet si duhet. Qortime sa të doni, hidhrime sa të doni, kritika sa të doni, edhe armiqësi sa të doni, jo xhamati se ka mirë, jo xhamati pa rajnë, jo unë kem kohë aty, ai haxhia ka mungu, jo ky haxhia është shpion, jo ky haxhia shkon dhe punon do të favor të Bashkisë Islame, e ku ta dione, gjendje të acaruar. Imami kualitet, do të kjo është në prezencë, që nuk del rregullisht në vakte. Edhe pse imamët I kanë me rregull fetare apo ligjore, të mungojnë disa ditë, kanë të drejtë, mirë, po disa imam ndoshta po të I kalojnë. Kemi pa edhe në atëherë, që edhe sot ndëgjojmë, dhe kemi pa që bëhen këto gabime.
Kualitet imamët, shokët e mi, kolegët e mi, po nuk kanë edhe gjatë përgatitjes së ligjëratave të tyre. Po i marrim ligjëratat e premteve, apo nëse kanë ligjërat aktive, do të thonë speciale ekstra, tepër javore, të hënën apo të enjtën, nuk përgatiten, dalin e hutbe apo në qyrësi dhe të përgatitur, pa shkruar konceptin, pa lexuar, pa u konsultuar dhe flasin do të thotë në mënyrë generale, pa pikë, pa presje, aja qillon asja qillojnë, e për çka po debatohen, do të thotë, a janë aty pari apo nuk janë aty pari, është pikpyetje ke tjetër, saqë vetë kum pas raste në njërën prej xhamive të Prizrenit, ku më shku xhamin namazin me fal isha mysafir, do të thotë për Bajram, po shkova për shef më kënaqë dhe më shefa dikur mas shtyllave të balkon, mos të mshej imamit që thash ndoshta pak sa do këdo kushtohet apo përbrohet apo ndoshta më tret mua. Shkova me qef, e kum dali hidhruar, do thotë i prekur shumë pe namazit Bajramit, me një temë ligjërat Bajramit mas namazit sabahut, së të sabahut deri në Bajram, 15 tema i ka re, 15 tema, do thotë çështje ka debatuar. Po ku ka bre xhamat jo në krymet me të kuptuar pi për 15 tema. Ku ka bre rinia jon sot adin fokus, me thonë sabër me dëgju për 15 tema ndryshme. Nuk ka qenë i përcaktuar për një temë. Kjo është me të vërtet dobësi e madhe dhe kualitet zero i punës. Thot notën 0 ja kam dhënë. Me plot respekt si njeri, si koleg, si student, mirë po notën ke që e kam dhënë. Kemi pa që imamat nuk jenë aktual. Kur thëmë nuk jenë aktual, hypën në hutbe, diskutojnë çështje, do të thotë që ndoshta xhamati i din fort mirë ata, ndoshta jeta aktuale nuk ka nevojë për ata. Ata diskutojnë disa çështje tjera, tema e vet, diskutojnë domethënë gjendja popullit, aktualja e tyre fetare nuk është askund, nuk ka do të thotë përputhje hiç. Edhe kjo nuk ka kvalitet i punës. Se imami duhet me shëruat problem social, duke u bazuar në ajete kuranore, në hadithet pejgamberit alayhis salam. Kemi jo kualitet në punë të imamëve, dalin një ajet apo me një hadith e kryen këtë hutbe. Po apo ligjëratën që ka nuk i ka të përgatitura ajetet të rënditura para veti dhe më udhëzua me ajetet kuranore me argumente që nuk ja lun askush. Nuk mundet askush me kritikua, as me hadithet pejgamberit alayhis salam, po filozofon vetvetiu, bisedë personale, oratori. Adin. Por kush je bre adin me këtë oratori? Adin, sa për orator ndoshta ai tjetër më i Zotit se ti. Ndoshta për oratori tjetri është më i aftë se ti. Se ti nuk e përkufizohesh do të thotë me atë temën fetare me librin e Allahut xhaleshan. Pse nuk udhëzohesh me ajete Kur'anit? Pse ka lodh tronin ti që shton me filozofi, me mendimet tua, ndoshta ja qellon, ndoshta nuk ja qellon. Pse? E kjo normal është, do thotë kualitet, nuk është kualitet i punës së duhur. Po. Imamët, po mjaftë që kaq për imam. Në aspektin akademik, që nuk ka kualitet në punë, do thotë përgjithësi, sot edhe besoj që edhe ju jeni dakord që nuk pajtohemi na me situatën e studentave dhe fëmijëve tanë në aspektin akademik dhe edukativ arsimor, se çka po mësojnë për shkolla fillore, të mesme, në fakultete, në universitet, se këtë moskënaqësi e shprehim në duke i pas sjelljet e tyre, mendimet e tyre, po do të thotë edhe ata profesorat nuk i përmbushin ndoshta standardet akademike botërore që duhet përmbushur si akademik, po aspekti teknologjik nuk mirret parasysh, prezantimet e ligjëratave do të thotë nuk bën ashtu, do të thotë si duhet me PowerPoint presentation, prezantim PowerPoint me analiza, me letra, do të thotë testeve të ndryshme, me debate, nuk përdoret ndoshta teknologjia fare,
po nuk do përdoren debate në për klasa apo në për ligjsalla të ligjëratave, po edhe aty ku ta shohësh nuk është kualiteti akademik në nivel të duhur. Dhe më për këtë arsye, na nuk jemi në listën e rangut të universiteteve, edhe pse jemi në Evropë, po jenë 500 universitete, është e lista e Shanghai e Kinës, po ka edhe lista tjetër që do thotë për çdo vite raportojnë për universitete që janë më ndikim më të madh në botë, si Harvardi, si universitetet e Japonisë, si universitetet tjera të Amerikës, e të Evropës disa vende, e pastaj dikon ka 240, 260 i kemi universitetet arabe, dikon aty këtu, muslimane, po na kur nuk kemi hiç, se nuk kemi në akreditim, nuk kemi do të thotë në përmbushje të kritereve çka kërkohet. As profesorat, as universiteti, as kurrikulat, as gjanët, e deri kur na do të vazhdojmë kështu, nuk e di. Do thotë kualitet këtë aspekt nuk ka. Kualitet në aspektin, çka më thon profesional, merri profesionet e ndryshme. A jemi të kënaqur me punën e mekanikëve? Çka do thotë mirën me rregullimin dhe rrivamin e makinave? A jemi të kënaqur me punën e tyre? Edhe po, edhe jo. Edhe po, jemi të kënaqur sepse bëhet puna, dikush është mekanik i mirë, është sinqert, po i frigohet Allahu xhaleshanuhu, nuk e merr, domethënë, hakun e mysteriut në mënyrë pa drejtë, me halal, dhe nuk e mashtron mysteriun, po ja qet pjesën e duhur nëse duhet me ndrundë një pjesë të makinës dhe vazhdon puna. Po kemi anën tjetër, asë lloj mekanikësh të cilët do thotë nuk i frigohen Allahu xhaleshanuhu në këtë aspekt, nuk e bëjnë punën me kualitet, po manipulojnë me mysteriun, qesin pjesë të përdorura, do thotë në makinë, shiten, kinse janë pjesë të reja, dhe ajo pjesë e përdorur punon 1 muaj apo 2 muaj, pastaj përsëri makina prishet dhe detyrohesh për servisim, po pa pas makina asgjë hiç të keqe, po ai mekaniku i cili është mësuar me grabitje të hollave, të myshterive që është mësuar do thotë me plaçkitje, thotë ku çka ka makina vëra. Çfarë ushtime? Jo duhet me loni natë këto adin me rregullume për cilë ushtimin e motorit, harxhimin e benzinit, andej këndej, po ta makina ndoshta nuk ka asgjë hiç, mund të çati më rregullua. E kjo vepër nuk është kualiteti i punës, do thotë profesionale të atij mirë, të atij mekanikut. Turp adin vjen keq, që po mbajnë familja ata, dhe në këtë mënyrë do thotë jetojnë në këtë mënyrë, ata mundohen çka për me mbijetua dhe me fitua. Për punën profesionale të medicinale, a kemi nësot kualitet në punë medicinale në për spitalet tona dhe klinikat tona? Përsëri këtu përgjigja, jo, dhe analizat tona flasin që edhe po, edhe jo. Po, kemi ndoshta kualitet të punës në ato klinika private, sa ti duhet në pagu ma shtrenjt apo shtrenjt, dhe shërbimi është ndoshta në nivel, ndërsa më me shku në spitale shtetërore, po aty do thotë janë disa shërbime pagesa simbolike, aty ndoshta edhe shërbimi i mjekëve nuk është në nivel të duhur, duhet rishfet me dhanë, po duhet me pas një gjofsi të madhe, po me marr pacientin dorë, më fut në sallë, me arë për një rezonancë, analizë me bë, edhe këtu, kjo punë nuk është rregullisht. Nuk ka kritere, nuk ka do thotë rregullore, nuk ka kualitet në punë. E mos flasim pastaj për dhomat e pacientave, të samurve, aspektin e higjienës. Higjiena nuk është askund. Mos flasim në aspektin e sallave ata ku flenë aty do thotë. Mos flasim për nevojtorët, po shumë masak është çdo kund. Mos flasim për kuzhinat, se si ushqejnë ata pacientat, po çka më thonë? Ashtu na më shku në Evropë. Kështu na do thotë me na pranon dikush neve me shtia ata. Po dikon e kanë ata, me të drejtë, se më të vërtet na mungon shumë kualiteti i punës në këtë fushë medicinale. Po kualiteti
çka po themi tregtarëve, i tregtisë, i industrisë, nuk bëhen do të pjesë origjinale, nuk prodhohen pjesë origjinale, s'mundohet ndoshta materiali sa më i lirë më fut në këto pjesë prodhimin e pjesëve të ndryshme, pastaj më kërku çmimi më i lartë se sa nuk e meriton ai, dhe kështu që ai material nuk qëndron shumë dhe përsëri ankesa, përsëri probleme e tjera. Do të thotë kualitet pothuajse jemi në shkallët e tulta, topta, më të tulta, jetës tonë, punës profesionale, fetare, akademike dhe gjendjes tonë sociale, mos pyet. Po dhe restorantet që i kemi, edhe dyqanet që i kemi, kualitetin e për ato vende, është do të dikon, në më thonë, nuk mundem edhe aty me generalizu, kemi do të vende, dyqane, restorante që janë të pastërta, janë me higienë, kualitet të lartë të punës, po kemi edhe raste tjera që runa zot, mos pyet, masakër. Po, këto probleme që ka për flas për Kosovë, ku jetojmë na atje, kemi po, që ta probleme djenë edhe këtu në Arabi, tojnë edhe në Arabi, shtetet e ndryshme, ku kemi jetuna, ku kemi punu, qëtë probleme kanë edhe këta. Kualiteti është shumë në nivel të urë, me përjashtime. Mirë po, si duhet me qenë, është as pak. Pasi që e dham këtë diagnozë, shumë shpejt, rendi social, reformat sociale, nga mundemi na me i marë, pse këta dyqanet, pse këta mjekët, po, pse këta profesor, pse këta mekanik, ta do të thotë nuk e ngrisin kualitetin e punës, pse nuk po lartësohen do të thotë me veprat e tyre dhe nuk po i përmbushin kriteret, pse nuk po i frigohen ligjit, kështu është ashti problemi për alternativën. Ata nuk pitutën njeriut, ndoshta i tutën dikon aty këtu për komision, në më thënë që ka bon inspeksionet të ndryshme të higjienike, kur vinë për me kontrolu, mirë po alternativa jonë, si gjithmonë, edhe zgjedhja jonë, është që populli i Kosovës, muslimanët e Bosnjës, e Sanxhakut, Preshevës, Kosovës, Tarabis, musliman, ku ka, fjala është për ata, ne nuk mundemi me ndalë nga kjo krizë pa e fut në zemër të tyre besimin në Zot në Allah dhe dashurinë e tyre ndaj librit të Allahut dhe të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Kur ata jenë në rrugën e Allahut xhaleshanuhu, e kanë besimin në Allah dhe e kanë besimin në librin e tij, në Kur'an do të thotë që është përplot dispozita të shariatit dhe rregullore dhe do të thotë për gjitha fushat e jetës tonë, po atëherë këtu është shërimi, këtu është zgjidhja, këtu është do të thotë reforma që na besojmë fuqimisht mundot me ndryshu nivelin dhe kualitetin e veprave të popullit tonë. Gjitha kategorive që ka i përmendë, plus edhe çka si kemi përmendë. Këtu do të thotë është e rëndësia e kësaj teme, do të thotë çka flet Kur'ani tani për kualitet, se si shërohet kjo sëmundje sociale, sëmundje medicinale, sëmundje akademike, sëmundje fetare, kanë sëmundje. Unë i quaj këta sëmundje shoqërore, do thotë të cilat do thotë shoqëria po i pagun, na po i paguajmë. Fëmijët tanë, po myshterit, kush është myshteri? Ti e dhon, na jemi myshteri, e na po i paguajmë këta, do thotë këtë kualitet të dobët të punës, të prodhimit, të profesionit, të shërbimit. Që çdo kënd, mos flasim më për aeroporte, mos flasim më në për shërbime, do thotë të udhëtarëve, po çdo vend gati. Shërbimi është do thotë në minimum është. E fjala kualitet, duke u bazuar tash në analizat dhe domethëniet fetare, po është kryerja e një punës pa defekte. Pa defekte dhe në gjitha ato kritere që i kërkon ajo punë. Domethënë, me kryer një punë shëndosh dhe mirë, dhe të sigurt, pa defekte, me i përmbush gjitha ato kriteret dhe ato obligime, çka kërkon ai profesion. Që kjo është kualitet.
Gjuhën arabisht i thënë itqan. Atqana yutqinu itqanan. Edhe zatën el itqan apo taqania është marrë, teknologjia është marrë nga kjo fjalë arabe. Po, tekno, do thotë është marrë taqania i arabishtës, po është huazuar në gjuhën angleze latine, që origjinali është përsosshmëri në punë, përsosshmëri në vepra. Po. E tani pyetja shtrohet. Çka ka bërë Kurani Hafuz me na treguneve për kualitet bre? Kurani a ketë tematikat po i debatoj ka, për gjitha temat pas ka shërim në Kur'ana, për gjitha sëmundje shoqërore pas ka në Kur'ana. Çka ka lidhje dikush mund me thonë i madhi Zot Allahu xhela shanuhu me kualitetin se si na menaxhojmë jetën tonë. Shtrohet pyetja. Po, teza dhe antiteza i thënë në të çështjet akademike apo në debate seminare. Këtu tani, para se të përgjigjemi detajisht po pika, do të thonë kryesore në Kur'an, i madhruari Allah që ta ka falë shpirtin ty edhe mu, o musliman, ka të drejtë plot, ka të drejtë, do thotë, s'po thonë ligjore, se ajo është vendës i ligjit, po ka të drejtë absolute, më kërku këtë kualitet të punës prej teje dhe prej meje. Ka të drejtë absolute dhe ligjore dhe njerëzore dhe logjike të kërku se ai vetë Allahu xhela shanuhu e ka bë punën e tij me kualitet ndaj nesh. Subhanahu wa ta'ala. I madhruar qoftë Allahu xhela shanuhu dhe i pastruar nga çdo emet. Ai vetë do thotë e ka bë punën shumë me kualitet të lartë ndaj nesh, ka tregu shembull. Po para se të dalim në tani shembujt e universitetit, shembujt të universit, të kozmosit, të gjithësisë natyrës, na vetëm pak po ndalemi te qenia jonë njerëzore, te krijesa jonë, po, e këtu të shohim pak a ka kualitet në prodhim apo në krijesë i madhi Zot. Allahu xhela shanu në Kur'an thot: Ja ayyuhal insan, o ti njeri, musliman dhe jo musliman, ma gharraka bi rabbika al-karim. Çka të ka shty tyje, çka të ka mashtru tyje mos me besu në Zot, në Zotin tonë të ndershëm, të mirë. Çka të ka mashtru tyje, çka të ka largu tyje nga ai Zoti i ndershëm dhe edhe i mëshirshëm dhe i mirë. Alladhi khalaqak. Ai i cili të ka kriju tyje do të thotë pa u kon hiç. Nga një pikë ujit. Alladhi khalaqak. Nga ajo pikë me etapa të zhvillimit e embrionit në barkun e nanës, po ti ke lind ke dalë në këtë jetë, pastaj ke lind i përsosur, fesewak, edhe të ka bo tamam, ka përsos në krijesë, alladhi khalaqaka fesewaka fa'adalak. Edhe të ka drejtu, të ka kompletu në krijesë, të ka bo ashtu si është manirë perfekt. Në një kirajet tjetër, lexim dialekt tjetër Kur'ani lexohet, pasi që Allah do të thotë ka kriju tyje këto etapa, që nga fillimi deri në gjendje, pastaj në fund përsëri Allahu xhela shanu ka përsos fa'adalak, lexohet edhe një kirajet tjetër fa'adalak me teshtid me shedde, do të thotë që Allahu e ka përsos milion % krijesën që e ka kriju. Po a ka bëm krijesë më të bukur se njeri jo? Po këshyri ata sytë e tuve, po këshyri atë fytyrë tënde, këshyri atë buzë, këshyri atë hundë, këshyri atë veshtë, këshyri atë kokë, këshyri atë dizajnin, atë kompleksin tënde, këshyri atë sistemin e tretjes, sistemin e nervor, sistemin do thotë e gjakut, qarkullimin e gjakut, e gjymtyrëve. Se si funksionojnë, se si koordinohen mes vete ato, sa bukur, sa rrjedhshëm, sa mirë. Hiç bre, hiç nuk ka defekt, fabrik të thotë kompleks, të thotë që është e pa imagjinueshme për njeriu në bokshë diçka, kur s'mund të njeriu. Allahu të qofshin falë.
Pa dini për vetëm trunin ton, analistët dhe mjekët dhe studiusit e medicinës flasin që kemi bin 100 miliard, 100 miliard qelizave. Pa dini bre, sa operacione bëhen trunin ton, bre, sa ordra shkojnë e vinë, e se si funksionon ato qeliza me zveti, se si marrin ordra, se si realizon ato ordrat. Është diçka e pakapshme për njeriu. Vetëm trunin ton. 100 biliona, miliarde qelizash të krijuara. Po qyri qelizat e tjera të trupit, të likurës, që vdesin qelizat e likurës pas një kohë shkurt, 10 ditë, 2 javë, 3 javë, vdesin, dalin përsëri. Qelizat e bardha të gjakut, rruzat e bardha, rruzat e kuqit, qëndrohen dhe vdesin, lipërtrinjen, servisohen për më vazhdo jeta e mirë. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shifni kualitetin e punës në prodhim, çfarë shembull ka dhënë Allahu për njerëzimin nëpërmjet krijimit të njeriut. Dhe se si funksionon sistemi nervos, sistemi do thotë i tretjes, sistemi i ndjenjave, i dhimbjeve, do thotë sisteme në kompleksin e njeriut, do thotë në krijesën e njeriut. O gjallarve, shokëve të mi, edhe imamve, po edhe vetës, ma ata e din fort mirë një mesele, që thënë duhet, edhe Kur'anin ku ta lexon, thënë duhet me lexu me tajwid. Çka do të thonë me tajwid arabisht? Do të thonë me zbukurim, me rregulla, me nota. Jawwada yujawwidu tajwidan jayyid, do të thonë mirë, për me rregullua, dhe mos me lexu ashtu, do thotë në krye tonë. Atë ka rregulla shkenca të tajwidit. Shumë është të kërkuar. Nuk bën Kur'an me lexu pak tajwid. Mirë po, ky tajwid, rregullimi i shkronjave të Kur'anit, rregullimi i shqiptimit të shkronjave të Kur'anit, neve na kërkohet sot o vllazën, o motra, edhe tajwidul amal. Leysa faqat tajwidul Kur'an, jo tajwidin e Kur'anit vetëm, po edhe tajwidin e veprave, domethënë kualitetin e veprave. Që kjo tajwidi i punëve tona, që na mungon sot bre. Po në me punët tona kemi radhë edhe dhe fund pusit që sot bota përgjithësi nuk po ka konsiderat ndaj nesh. Jena bo persona non grata pa vlerë, bo mi shkeljes këtyre rregullave dhe amaneteve të Kur'anit. E Allah ka hak me kërku kualitet të gjvit të punëve, rregullim të punëve, përmirësim të punëve, ashtu profesionalizëm në punë ka të drejtë Allah se ai ka dhënë shembull në ka kriju neve kështu. Alladhi ahsana kull shay'in khalaqa wa bada khalqa al-insani min tin. Çdo gjë që ka kriju ahsana në mënyrë më të përsosur. Dhe e ka kriju njeriu, do thotë pas gjithësisë e ka kriju fillimi është nga lloçi, nga balta. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Lartëso dhe madhro Allahun xhaleshanu në sejdë. Falëndero Allahun xhaleshanu, i cili ka kriju dhe ka përsos. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara, dhe i cili ka kriju pastaj ka caktuar, edhe çdo krijesë pastaj ja ka dhënë urdhën e tij dhe programin e tij se si me punu. Zemra e ka programin që Allahu xhaleshanu e kur me punu, e kur me funksionu. Po, organet e tretjes brenda të gjithë punojnë, do të thotë në program, në katalog me Allahu xhaleshanu. E në kohë të caktuar. Ndërsa na si njerëz jemi të obliguar, do të thotë që të rrim gati, do të thotë ky sistemi hynor, që të rrim gati, normal, me ato gjëra do të thotë çka mirë mbajnë këtë sistem, këtë mekanizëm, çka mirë mbajnë, mos ta teprojmë me ushqime, mos ta teprojmë me pije, mos t'i thejmë urnat e Zotit me ato ushqime harame të ndaluara, mos t'i thejmë urnat e Zotit me ato
pije të ndaluara, gjitha këto janë dëm të organizmit dhe të sistemit që Allahu na ka dhënë amanet në dorë. Sikur se shefi yt në punë e ka bler një makinë do të ketë digjitale apo elektronike, një bulldozer apo një robot me miliona euro, dhe tani ta ka dorëzuar ty si krye shef, dhe ti punon tani do thotë në favor të kompanisë me kujdes. A guxon ai punëtori apo krye shefi apo ai punëtori, krye punëtori me keq përdor për këtë mjet, ai e përgjigje. Çdo keq përdorim, Zotën nuk mundet edhe me përdor pa e bërë punën e përdorimit kualitet të mirë, do thotë pa ushtrum, pa u trajnuar. Edhe imamat tona, u kthehemi përsëri pak aty ku ishim, shokët tanë, profesorat tanë, po nuk bënë për një herë si të vinë prej studimeve, ata mi fut për një herë në teren. Pas edhe studentët cilë diplomojnë për një herë, ata mi shti për një herë në për klasë, po do të mi trajnu një herë me seminare, do të mi trajnu një herë me workshops, do të mi trajnu një herë do me thë me gjana dhe thët jeshtë të vogla, se si po menaxhojnë kohën, se si po menaxhojnë studentët, gjematin. Po, sikur se mjekët para se mu fut në sallën operative, ata nuk shkojnë me njërë të zemra njeriu, po është operacioni ma kompleks dhe ma i vështirë, pa ushtruar, pa u trajnuar, do të njerë, do të mirë me gjanat plastike, me kupla, apo me kafsh, fillojnë do thot me mi, e me majmun, e me tjera dhe bëjnë trajnime, pastaj ndal nga dalë futën në sallën e për me qenë puna me kualitet. Prandaj edhe këtu, ne do thot nuk guxojmë të përdor këtë sistem të Allahut, këtë makinë që na ka dhënë, këtë trup, këtë zemër, ne e keq përdor, nuk guxojmë. Duhet të jemi dhe të kujdesshëm, ham dhe të me kualitet. Ushqime të pastërta, ushqime halal, dhe kështu do të thot menaxhohet jeta ime. Allahu xhaleshanu në Kur'an nga njeriu tash, pasi që na ka krijuar në formën më të mirë, më të përsosur, më të bukur. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Që kemi krijuar njeriu në shkallë më të bukur, më të mirë, një figurë më të bukur që s'ka kush shkon më mirë. Po dikush nuk e din këtë vlerë të Zotit xhaleshanu dhe e haron Zotin e tij, e Allahu xhaleshanu si dënim për ata, atëherë thumma radadnahu asfala safilin, atëherë atë njeri e lë në fund të pusit dhe e largon nga rruga e drejtë dhe do të thotë e bën gati për xhenem. Pse? Nuk e ka përdor trunin, nuk e ka respektuar fjalën e Allahut dhe nuk ju ka përmbajtur dispozitave të shariatit apo të Kur'anit, që flasin për kualitet në punë, kualitet në haje, kualitet në pije dhe kualitet në çdo gjest. Ajetet të cilat në flasin në surën An-Naml, ajeti 88, tani nga njeriu, Allah dhe në Kur'an ajete tjera duke na thënë wa fi anfusikum afala tubsirun, as peshini veten tuaj madhrinë e Allahut, kualitetin e punës së krijesës së Allahu xhaleshanu, se çka ka bërë dora e tij, se çka ka krijuar Allahu xhaleshanu me urdhër të tij. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi al-ardi ayatun lil-muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Edhe në fytyrë tokës argumente shumë ka për ata të cilët dënë me besu. Dhe vetëm tuaj, daluni dhe logjikoni. Kur vjen puna të natyra, të malet, të qielli, të yjet, të planetet, Allahu xhaleshanu po thot: "Sun Allahi alladhi atqana kull shay." Kjo është krijesa e Allahu xhaleshanu. Kjo është të prodhimi i Allahut, krijesa e Allahut i cili çdo gjë e ka krijuar me përsosmëri të madhe. Itqan e ka bë, me kualitet të lartë, çdo gjë. Në mu për këtë çështje, qilni faqet e suratul Mulk, gjuzi i 29, pjesa 29 në Kur'anit, suratul Mulk, faqja e parë, Allahu xhaleshanu kur na drejtohet në këtë surë, po tebaraka alladhi bi yadihi al-mulk
i qoftë i lartmadhëruar Allahu xhaleshano që në dorë të tij është pushteti dhe gjithçka në këtë tokë dhe në qiell. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Alladhi, i cili khalaqa al-mauta wal hayat, i cili ka krijuar jetën, vdekjen dhe jetën. Se na njerë kemi qenë të vdekur, pastaj na ka ngjallë Allahu xhaleshano. Dhe pastaj do të vdesim përsëri. Prandaj për këtë çështje është përmendur këtu, ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën. Për çka ja Allah? Li yabluwakum, për me ju sprovu juve. Ayyukum ahsanu amala. Cili nga ju është do thot vepër bërës më i mirë. Cili nga ju kryen veprat më me kualitet dhe më me përsosmëri. Kjo është qëllimi final i krijesës së njeriut në këtë jetë. Fudail ibn Iyad, edhe dietarët e tefsirit komentimet të Kuranit, kur e kanë komentuar këtë ajet të Kuranit, Allah është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën, për me na sprovu neve se cili nga ne bën vepra më të mira, më të përsosura. Vepra, kanë thënë, duhet mi pas dy kushte. Numër 1, me qenë në sinqeritet, po, dhe numër 2, kjo vepër duhet më bazuar në kondita dhe në dispozitat të shariatit. Do të thotë, nuk pranohet vepra të Allahu xhaleshano nëse nuk është e sinqert, po ashtu nuk pranohet vepra të Allahu xhaleshano nëse nuk është sipas shariatit, nuk është të sipas rregullorës. Do të thotë me fjalë tjera nuk është krijuar me kualitet. Prandaj për të pranuar veprat e Allahu xhaleshano, neve na duhen dy kushte. Në pas sinqeritetin tonë, s'ket për Allah, po numër 2, kjo vepër duhet me qenë sipas konditave dhe rregullave të atij profesioni. Po, unë do me fal namaz, e këtë namaz unë do me fal ashtu që u fal pejgamberi alayhi salatu wassalam. Namazi akşamit farz, akşamit 3 recate, unë 3 fal. Nuk bën më ashtu 4. Po vallahi kam niyetin e mirë, kam zemrën e mirë, bre, lem t'i bëj 4, 5 apo 7. Jo. Sinqeritetin e mirë, niyetin e mirë, ti nuk guxon me kundërshtu, do të thotë ato shariatin dhe katalogun e fesë që të ka mësuar se si më fal. Prandaj, që t'jetë puna me kualitet, punët fetare, në ibadete. Po, edhe këta punë na duhet mi pas kujdes, api kry me kualitet apo jo. Se nëse nuk kryen me kualitet, vaj halli për neve, ku për ne. Andaj feja islame ka fillu që nga njeri o njerë, përso smërnia njerë, sa bukur Allah na ka kriju, po shifni natyrën dhe, sa bukur na, shifni universin dhe gjithësin, po shifni bre krijesat bre, ju lutem, shifni ato dokumentar, Discovery Channel, National Geographic Channels, dhe, shurni këta dokumentarët, se sa na ashtojnë besimin Allahun xhaleshanu, shifni ato dokumentarët krijesat që ka nën oqeane, brenda në oqeaneve, llojet e peshqive, krijesave detare, që me mija i kanë zbulu e akoma që nuk janë zbulu, në thellësi të mëdha të oqeaneve, të detrave. Shifni ato shpenzt në llojet, në parkun e shpenzëve në Malezi, ku kemi qenë atje në Brunei, ka pas parqe nacionale, gjitha llojet e bylbylave, shpenzëve, ngjyra, secila më bukur, secili shpend më i bukur se tjetri, mia Allahu xhaleshanu i cili ka kriju bre. Vetëm mallëmia Allahu xhaleshanu ka ditë se si me kriju. Allahu akbar për këtë kualitet dhe përsosmëri dhe precizitet në punë. Prandaj, si është kualiteti prezent në trupin tonë, në natyrën tonë, na jemi të thirrur si human, si njerëz, që t'i bëjmë edhe punë fetare me kualitet. Namazi ku ta falim, që nga avdesi, edhe kjo duhet të jetë me kualitet, të jetë i përsosur, ashtu që shka marrë avdes, dhe ashtu që shufal pejgamberi alayhi salatu wassalam. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dëshmu në hadithet
që tash transmeton Hazreti Aisha, edhe të tjerët në burimet e hadithit të shumë dietarëve të Tabaraniut, të Bejheqiut, të Suyutiut, e që Imam Al-Albani, Sheikh Nasruddin Albani, Allah e boft rahmet, që ka thonë ky hadith është sahih, se ka shumë argumente tjera të ngjashme, inna Allah yuhibbu min ahadikum, Allahu kërkon nga jush, idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Ai cili bën një vepër nga jush, po për ta kryer atë vepër me kryme itqan, me përsosmëri, me kualitet të lartë. Hadith i vërtet, fjalë e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pa i rasti tjetër i pejgamberit alayhi salatu wasallam, kur ka ardhur sahabiu në xhami duke u fal shpejt e shpejt. Duke as në kam nuk parin si duhet, as rukujën për uljen nuk bën si duhet, as sejdën për uljen e tokës të bën si duhet. Dhe u kyte pejgamberi alayhi salatu wasallam, pejgamberi tha atij, irji' fasalli wa salli fa innaka lam tusalli, ktheu falu përsëritë namazin se ti s'e fal. U kthy. Apet jeni si qashtu shpejt më fal. Në kam nuk parin sa duhet, nuk po lexon Kur'an, po ruku kur po shkon nuk po e bën rukujën si duhet, as sejdë, edhe u kthy tha ja Rasulullah, nuk di më mirë. Atëherë pejgamberi alayhis salam e thirrri ato dhe shihni shembulli i botës, mësuesi i njerëzisë alayhis salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allah qoftë mbi të. Atëherë i tha, po kur të hish në namaz, tekbir më çështu, lexo Kur'an, po pastaj kur shkon në ruku, mos u ngut, drejtohu shpinën mirë, e çon nga rukuja ngadalë, pastaj kur shkon në sejdë, thuaj çështu, dhe ja ka mësuar dal ngadalë se si falet, se si kryhet kualiteti. Kjo është etika e faljes. Një do shembull edhe dikujt. Po. Po etika e ibadeteve në agjerim në Ramazan. Po edhe kjo vepër dhe ky vepër, edhe kjo vepër, edhe ky vepër, vepra e agjeruarit, ka edhe ky për kualitet. Po kur ta agjeron, duhet edhe goja, edhe syni, edhe veshi me ta agjeru. Goja nga fjalë hyta, nga thashja thamët, syni nga haramet, veshi nga bisedat e kota, po zemra, mendimet me të agjeruar ti me qenë krejt nga Allah, kjo është kualiteti i punës së agjerimit. E jo ti pena buk nuk po hanë, ujë nuk po pin, mena masakër gjithë ditën, në përgoj, të përgojuar, po s'ka kanë, të këshirë haram, të ndëgjuar bisedat ndryshme, të shti fitne, e kënena vallaj, ashtu me torë, jemi lodhë, na ka lodhë mi bareqi, e na ka baj agesiali, ande i këndej, e punë pa kualitet. Kualitetin në haqë, në umra. Allahu në Kur'an për thotë, wa atimmu l-hajja wal-umrata lillah. Plotëson edhe kompleton edhe haqin edhe umrën lillah. Kompleton. E kur shkojmë edhe në haqë edhe haji ka të rregullat e veta. Se si kompletohet, se si bëhet në mënyrë se si kryet haxhi në mënyrë më efektive dhe në mënyrë më të përsosur, më të mirë, më të pranuar, duhet me pas parasysh sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se si ai ka bën haxhi, çka ka bën ato tokat e shenjta. Çka ka bën ato tokat e shenjta. Jo si pe agjilerëve tan apo pe arabëve, pe muslimanëve të botës, ku shkojmë atje, bisedat e dynjas, problemet e dynjas, konfliktet, thashet, thamet, po gjona të cilat nuk lejohet me bisedu, shejtani bashkë ja u gjon aty me Qabën, Mekën e Medinën, për me bëj këto muhabete Arafatin, e vendet e shenjta, e Minën e Muzdelifën, atje. Prandaj edhe kjo punë po kryhet me kualitet. Po dhe herë sa tanë e kanë për obligim për me mësu haxhit, i maksimum se si kryejnë këto punë me kualitet, se nuk din haxhit tanë. Pleq tanë edhe nuk din se si me dashur Zotin Xheleshanu. Nuk din edhe se si me dashur pejgamberin alayhis salatu wassalam. Nuk din edhe se si me shku te xhamia pejgamberit me dhon selam Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Po nuk din edhe ku është Rauda, ku është ai vendi mubarak i vendi xhenetit mes varrit Hazreti Muhamedit alayhis salam dhe minberit, ato tepijat që janë me ngjyrë të
dhe jeshile, ngjyrë të gjelbër, ajo pjesa. Po, aty duhet me mësu çdo gjë, se nuk din, në mënyrë që haxhi e tyre të jetë me kualitet. Po edhe namazën me gati me xhamat, e disa pleq thanë, por i zëgjumin në për klima, në për hotele atje, një zotë, din vetëm një namaz e falë, jacien, akşamın namaz sanena, më 3-4 vakte tjera, këtë i palin hotel. E duhet ata më mësu. Kualiteti që ta, si bëhet do thotë, po, në punë, duhet, çka thash në ibadetet me gjitha llojet, edhe ta kanë kualitet. Edhe ta kanë do thotë atë katalogin e tyre për të pranuar të Allahu xhaleshon. Prandaj, ka shembull që na po i përmendim, që Kur'ani na ka dhënë, feja na ka dhënë, piktuit na e kemi forcën. Nga këtu na e marrim, do thotë forcën, për më kërku kualitet nga populli, profesionet e tyre të përditshme. Në më thonë feja islame, po jep zgjidhje, po jep program, po jep do thotë alternativë të shëndosh për një popull çdo aspekt, për një gjenerat, për një rini. E çfarë dëmi ka, do më thonë, futje e mësim besimit në shkollat tona fillore, mesme, apo në fakultet. Çfarë dëmi ka? Vetëm se hajër kanë me pa popull e rinia që nga mosha e re, deri se këtë diplomojnë, ata të jenë dhe një gjenerat e shëndosh, të cilët apo i punë me kualitet, se Allah ju thot atyne punoni mirë dhe pastër, se na ka dhënë mostër Allah shembull natyrën, kozmosin, gjithësinë, neve, krijesa e tij, njeriu, çdo gjë është me kualitet, nuk kemi vërejtje na. Në suratul Mulk ajetet që ka thash më herët, ato ajetet, po duhet me dy kondita, sinqeriteti dhe përputhshmëria e shariatit që të jetë puna me kualitet. Pastaj vazhdon ajetet më poshtë. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, e kemi zbukuruar qiellin e dunjas me yje, me planete të ndryshme. Po, pastaj po vazhdon ajetet e poshtë, thotë, po, nëse ti don do thotë, për me pa ndonjë, në kritik, në një dobësi, në krijimin e Allahut xhaleshanu, shikoj e mirë për qiellin e Allahut xhaleshanu. Naam. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير. Po ajet e përmi ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا. ai cili ka krijuar 7 palë qiej. Ma tara fi khalqi rrahmani min tafawut. Nuk shen në krijimin e Allahut xhaleshanu ndonjë ndryshim, ndonjë dobësi. Farji al-basar. Qërë edhe një herë. Hel tara min futur, apo shëndër një qamje dhe një defekt. Pastaj ajeti po vazhdon. Jo një herë, jo 2 herë, thumma rji al-basara karratayn. 2 herë për zyti herë. Për treti herë, ti kur s'ke me pa dobësi dhe vërejtjen e krijimin e Allahut xhaleshanu. Yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir. Kan më të lodh syt dhe kemi prish teleskopa të këshyrë dhe kur s'kemi pa vrit. Do të lodhesh, mos u mundo, se Allahu s'ka vërejtje në krijesa. Po. Yanqalib ilayka al-basar khasi'an, i humbur do të jesish, wa huwa hasir, edhe fond i pa aft. Nuk do të mundesh ti më vazhdua, me gjetë vërejtjet e krijesave të Allahut xhaleshanu. Krijesa përsos. To krijes, çka po them, to krijesa, këtë natyrë, to është shembulli për botën e kualitetit. Që po thrasim në kualitet në veprat tona. Kemi na ka dhënë i madhi Zot kualitet në natyrë, në krijimin e natyrës, krijimin ton, po kërkon Kurani nga ajetet tonë, me ajetet të shumta nga ne që na edhe na jemi do të thotë ta bëjmë punën me kualitet, po kërkon Muhamedi alayhi salatu wassalam që puna të jetë me kualitet në veprat tona fetare, do thotë në raportet që kemi me Allahun xhaleshanu, po edhe kualitet do thotë çka kemi edhe me profesione, po të ndryshme
që na sot I kemi në jetën tonë. Po dhe kur prejmë kurbanve, si kemi thonë edhe herën e kaluar, nuk bën me munduar kurbanin për me prej, do thotë nuk bën me mundu me marrë shpirtin, më thonë me dhun. Po edhe ajo duhet do thotë me pas mëshirë se si do thotë prehet ai kurban. Ai të tjera do të që kemi në ibadete, po që I përmendëm me në avdes, me namaz, po e më frikë të Allah Gjeleshanu në namaz, po rastin ati sahabio që ka gabua, po pejgamberi alayhis salam që I ka udhëzua, po zekatin ku të japim, duhet të jetë edhe puna jonë të thotë me kualitet edhe gjatë dhënjes së lëmoshës, zekatit apo sadakave. Të nxjerrim të japim atë më të mirë çka kemi bre. Atë më të mirë çka kemi bre. Dhe kur të japim me gjetë atë personin me duhur dhe mi u lutë Allahu Gjeleshon, pranon nga unë këtë zekat, këtë lëmosh që për ja jap këtij. Transmetohet nga disa rivajete nga Hazreti Aisha, kur e ka radiallahu anha gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur ka dhënë sadak një dirhem, ka shkuar ka marrë ka lajt atë dirhem, e ka lajt e ka pastrum, pastaj edhe e ka lyer me parfim, a me misk. Ka thonë ja ummul mu'minin, po nona besimtarëve, çka po bën ti kështu? Pse kështu e lave këtë dirhem, këtë dinar do thotë, dhe pse po e lyen me misk? Ka thonë, e ka kthy ka thonë, ky dirhem para se me ra në dorën atij borfurit, mas pari bjerë në dorë të Zotit Gjeleshanu. Bre, shifni çfarë besimi. Para se me ra do thotë në dorë të atij, mas pari Allah Gjeleshanu bjerë në dorë të tij, pranon ai. Do thotë se Allah Gjeleshanu na nuk bën me gjasua me krijesa, po qëllimi është mas pari do thotë Allah Gjeleshanu ta shef ty këtë ibadet, ta shef ty këtë vepër sa bukur I ke vënë, sa si I ke përgatit atë ushqim apo atë holl, ai ke dhënë që shto para dikujna publikisht në xhamia ato 10 euro apo 20 apo 100 apo 1000 apo I ke shtinë zar dhe e ke marrë me një qesh dikun pa askush hiç dhe ja ke dhënë këtë ndihmë, a ki skuq atë person apo jo, a ki turpru apo jo, gjitha këta gjanat do t'i pas parasysh që t'jetë edhe puna jote në dhënje zekatit në qenë me kualitet. Shifni Islami çka bën, se si na mëson burrnin, se si na mëson rendin, se si na mëson dhe thotë mirësinë. Këta janë bazat hynore, këta janë këshillat fetare që askush s'u thën këta gjana. Arsimin, edukimi ynë, kualiteti, po, a kemi probleme arsimin dhe me edukimin. Unë e kumë një studim edhe ndoshta do ta bëjmë edhe këtë debat apo këtë gjërat që është pjesë shumë e rëndësishme, një studim krahasues, po studimi apo edukimi, sistemi edukimit dhe arsimimit japonez, amerikan dhe arab. Sistemi edukimit dhe arsimimit japonez, amerikan dhe arab, një studim komparativ I ku bën dhe ku marrë në përfundim që edhe studimi I arabis, që na kemi studiu në Arabi, po edhe studimi amerikan në përgjithësi kanë vretje dhe nuk janë komplet dhe kanë defekte, ndërsa që e kumë marrë në përfundim për gjithni, po edhe për arab, që neve në nxjerr nga kriza edhe sistemi edukimit japonez. Sistemi edukimit japonez dhe kualiteti edukimit japonez është shumë e rëndësishme. Unë kam shkruajtur për Japoninë, para se me shku vetë Japonimin në seminarën ndërkombëtar, aty në konferencë, po ku marr pjesë në Osaka dhe Kyoto vitin 2013, po dhe kur kum shku atje çka kum shkruajt më herët për Japoninë, asgjë nuk kum pa në kontradikt. Dhe shqiptarët për me nxjerr nga kriza edukative arsimore, se na sot që I kemi normal, kur vjen çështja e besimit, çështja do thotë pjesën këtu, nuk diskutohen këta. Vjen na musliman çka besojnë. Por neve na mungon ai preciziteti dhe kualiteti edukativ arsimor japonez.
që nga klasa e parë e shkollës fillore, aty mit mësohen se si me i lajt llambët, se si me hangër në klasë, se si me pasru tavolinin e tyre, se si me mirëbajt klasën, se si për çdo ditë studentat vetë me shërbim njëri tjetrit. E mësojnë renditjen, disiplinën, që nga klasa e parë, e dytë, e tretë, derisa të dalin në universitet. Është fenomen diçka e pabesueshme për vllazën. Po hini në YouTube dhe shkruni apo klikoni education in Japan. Po secondary school education in Japan. Vetëm shihni çfarë renditje kanë, çfarë respekti ka mësuesi e arsimtari, e çfarë rregullore të është prezent apo mbijeton në jeta atyre, se si funksionon. Është diçka e pabesueshme. Po, jenë të punu. Dhe për që të arsye, pse kanë këtë precizitet dhe këtë disiplinë, dhe këtë kualitet në edukim, sot populli japonez njihet me populli që është më lojal, më i besueshëm ndaj liderit, apo ndaj imperatorit, apo kryeministrit. Po, shumë janë do të thotë lojal, pse dalin koka do të thotë sistematike, dalin koka të pjekura, me sistem të pjekur, me një sistem të centralizuar të edukimit, dhe të gjithë i servojnë shtetit. Japonia, një popull me 126 milion njerëz, me ato tormete, me ato termete, me ato probleme natyrale, me ato sfida, me gjithë ato, ja ka dalë në krye me teknologji, edhe mbas shkatrimit të Hiroshimës dhe Nagasakit me bomba atomike, Japonia sot në teknologji ku ka ardhur. Prandaj këshilloj shokët tanë, qeverinë tanë, po Ministrinë e Arsimit dhe Edukimit që bashkëpunojmë me japonezët. Që bashkëpunojmë me japonezët dhe të përfitojmë nga eksperjenca e tyre. Po, që ta kemi edhe në një sistem të edukimit dhe të arsimit që nga shkolla fillore deri në fund të universitetit. Kur ka shumë sisteme si në Arabi, që janë shkollë, që është një shkollat internacionale, në Arabinë Saudite, këtu në Katar, në Kuwait, shkollat e ndryshme, 100 kurrikula, 100 drejtime, tu dalin do të thotë studentët, populli del do të thotë me programet për zjera në kokë, nuk del i shëndosh. Disa aspekte, ty duket se ai po flet anglisht apo po më rresh kompjuterin, mirë po shumë rrezikosht mi u mbështet atyre kur vjen çështja për mi servu shtetin. Këtë sistem e kanë edhe amerikanët, e kanë. Ato shtete që kanë më të pasura, ato sistemi më i fortë i edukimit dhe arsimit, ato states që janë më të vorpura, aty librat e edukimit dhe arsimit do të nuk janë në nivel në Amerikë. Ndërsa në Japoni janë të centralizuara, si ai në fshat, si ai në qytet, si ai në Tokyo, si ai në Hiroshima, si ai në Nagasaki, si ai në Kyoto e Osaka, po krejt e kanë një sistem. Prandaj kjo është kualitet që neve na duhet më përfitu nga ata, për me dalë dhe thot nga kjo kriza, edhe arabëve ju duhet që kjo sistem që mos me pas probleme pastaj me kokat që po na dalin neve, jo dikush po bëhet terrorist, jo dikush po bëhet po bëhet kokforte, po bëhet mbytse, po bëhet shkatrus, po bëhet pse sistemi përzim. Po neve na duhet një sistem për me edukua ta gjeneratat e reja. Këtë sistem, këtë edukim, këtë kualitet, Allahu xhaleshano dhe pejgamberi i tij neve na ka dhënë, po sistem kualitet në punë, që i ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, që inshallah na do ta emisionet të dalim me një emision të ri, inshallah në të ardhmen së shpejti, po Kurani dhe jeta jonë. Çfarë sistem ka pas, çfarë kualitet në punë, ka pas që 5 ajete kur ti mësoni, që ata për mi futin në jetë dhe në praktikë, jetësoni. Pse? Teoria, praktika. Teoria, praktika. Kështu ka qenë sistemi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, që e ka eduku, do thotë edhe një edukim i ka dhënë sahabëve, një edukim me kualitet, dhe kanë qenë sahabët shokët e tij shembull që kanë përhap islamin anë e banë botës. E neve sot na mungon do thotë ky kualitet në punën tonë ato.
Dhe së fundit shembulli i kualitetit në punë, sot inxhinierët tanë, profesionet e inxhinierit. E sa probleme po kemi edhe me ndërtim të libra. Sa ndërtesa, do thotë nuk futet materiali si duhet, paguhet për material të shtrejt, ndërsa futet aty materiali më i dobët. Pastaj një dridhje e vogël e tokës, po një tërmet i vogël është rafshuar me toka e ndërtesë. Asfaltet, rrugë, po renovimi e tjera, shifrin neve në surët al-Kahf për çështjen dhe liderit të Dhul Qarnejnit e kemi në faqet e fundit të surët al-Kahf, kur ka ardhur populli i tij, kanë ardhur, qalu ya dhal qarnayn inna ya'juj wa ma'juj, është një popull Ya'juj edhe Ma'juj, mufsidun fil ard, shumë një popull problematik. Po, shumë një popull problematik, Allah jile, po në një branë, neve një mbrojë, një murë të madhë, diçka më na mbrojnë nga sherrri atyre. Dhe pastaj Dhul Qarnejn, ky lider i fortë, i fuqishëm, besimtar, po e ka bërë branën e tij, e ka kërkuar nga ata punëtor, po ndihmoni ju mua, edhe më dëgjoni, se unë do ta ndërtoj këtë dashni një pranë, një mur të fortë, që ata kur s'kam në mujt, po për me ju dëmtua juve. Edhe ka kërku hekurin, e ka shkri hekurin, ka kërku bakër, e ka shkri bakrin, i ka përforcu tullat dhe murin, pastaj, kur i ka kompletua, ka thonë, qale ma me keni fi rabbi khair, e inuni bi kuwa. Allahu sa më ka dhënë më shëndet dhe forcë, ndihmoni ju mua që më për me realizu do të këtë projekt të madh. Ej'al bejni wa bejnakum radma, atuni zubar al-hadid, djerni hekur, naam, atuni zubar al-hadid, naam, i ka hekur, pastaj ka shkrim në zjarr dhe të gjithë i ka përforcuar ashtu si duhet, pastaj fund ajetit do thotë, fama sta'u an yadhharuhu, pasi që ka bërë mur të lartë, pranën e lartë, po s'kan mujt ata me depërtu, me kalu, po me stata'u lahu naqba, as nuk kanë mujt edhe me thyje dhe me gropua, apo me qenë dhe një vrim. Po, qale hadha rahmetun min rabbi, kjo është i Allahu xhalla shanuhu, fa idha jaa wa'du rabbi, kur vjen edhe koha dhe premtimi i Allahut për më shkatru kjo botë, ja'alahu dakkan, e shkatron këtë mur, wa kana wa'du rabbi haqqan, edhe fjala dhe besa Allahut është, do të thonë premtimi i Allahut është i vërtetë. Shifni Dhul Qarnejni çfarë punë me kualitet ka bërë para mija viteve, Kurani e ka përmend. Hazreti Sulejmani në Kur'an kur ka ardhur Belkizi, ajo mbretja nga Jemeni, ka kërkuar Hazreti Sulejmani nga ushtria e tij, gjinëve, për njerëzve dhe për gjinëve që i ka pas në sundimin e tij, po më ndërtu një ndërtesë speciale nga qelçi, nga xhami në ujë, saqë kur ka ardhur Belkizia, s'po shet që aty është ndërtesë, këtë ndërtuar të xhamit, për qelçit, po mundohet do thotë ajo për vjell do thotë çka ka pas mantillën e vet, hijabin e vet, po i shplon komët, Kurani thotë ka keshefet an saqiya, i shploj të kocit e komës për fundi. Po atër Sulejmani alayhis salam i tha, qali inna sarhu mumarradun min qawarir, ajo është një pallat lloj Belkise që është ndërtuar për xhamit. Kur ka pa ajo kështu, qale rabbi inni aslamtu nafsi, o Zot, unë dorëzova shpirtin tim dhe besimin tim me gjithë Sulejmanin, lillahi rabbil alamin. Shqipni mençurinë e asaj ka thënë, dorëzova besimin tim dhe shpirtin tim me gjithë Sulejmanin, jo për Sulejmanin, mbretin Sulejman dhe pejgamberin, por unë edhe ai dy mbretër do kemi dorëzuar tyje. E Kurani kthehen disa shembuj, do thot Kurani dhe kualiteti, që shpresoj që inshallah janë do të thotë mjaft shembuj mirë dhe të fortë për alternativë për me kuptuar rëndësinë e integrimit fetar në jetën tonë, në shkollat tona, në profesionet tona. Nuk ka shpëtim Kosova, nuk ka shpëtim dhe një ditë më të mirë muslimanët, nëse ata nuk kthehen në Kur'an, nëse ata nuk kthehen në udhëzimet e Allahut xhallahu, nëse nuk kryet puna me kualitet, nuk ka me pas bereqet. Nëse s'kryet puna me kualitet, s'ka me pas bereqet. Ju falenderoj për mirë dëgjim, Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Faleminderit shumë për këtë pjesë të programit, faleminderit për ligjëratën e sonte. Do të nisim të lexojmë disa nga pyetjet e dëgjuesve tanë që kanë arritur në program. Thotë përshëndetje, ju përgëzoj për emisionin dhe për trajtimin që po e bën mysafiri juaj në studio. Ju pyes, thotë, pse në disa prej hoxhallarëve thotë nuk ndalen t'i spjegojnë kështu gjërat praktikisht, por i dëgjojmë thjesht disa sure të Kuranit ose disa ajete të cilat ndoshta veç në arabisht na i thojnë edhe nuk na i përkthejnë as në shqip të paktën, e lere ma që t'i spjegojnë pak më në detaje. A nuk i kanë mësuar në shkollë që këto duhet t'i spjegojnë pak më në detaje, apo edhe ata nuk dinë vetë t'i detajojnë? Vallaj edhe ata nuk dinë vetë bre. Po përgjigjem nga pyetja, domethënë pjesa e fundit e pyetjes. Një harojnë bre. Edhe student bre, unë në universitet, çdo kush nga jush kush ka kry fakultete, magjistraturë, doktoraturë, çka mësojnë javën e parë të semestrit, javën e parë, dytë, për vinë javën e 14 dhe 15 në fund, shlyhen këtë informata. Dhe çka ta merr mendja mas 4 viteve. Semestrin e parë nuk ka gjendje studenti me i mbajt mend informatat dhe detajet e temës apo të kapitullit apo çka mëson. Edhe ata shumica nuk dinë. Shumica dhe harojnë, dikush edhe shkon ashtu si ja merr mendja vet. E këtu është mungesa e seminareve, këtu është mungesa e organizimit të konferencave dhe trajnimeve, që puna atyre me qenë më me kualitet, ata duhet të trajnohen. Duhet të trajnohen, të thotë në kuadër të Bashkisë Islame, duhet të trajnohen do të me trajnime të ndryshme për çdo gjë. Për çdo gjë, se si të jenë më aktual. Si thash më herët, gjatë diagnozës dhe të këtij problemi, ata flasin për diçka, populli është hallë të tjera, e askund nuk po shohin hajrin e fesë. Unë nuk kam problem me fen, bre, i kum thënë studentëve dhe arabëve, i kum thënë në Japoni. I have no problem with my religion, my Islam. S'kam problem hiç gronë me thënë bre. Po kuç fe praktikoj shumë e menaxhoj jetën pa probleme, në aeroplan, në Japoni, në Istanbul, në Arabi, në Mekë. Çaj njëri e bre, ti s'ki nevojë më tjetër su. S'ki nevojë më ndryshu bre. Po, që ky njëri me cilën edhe në aeroplan e mbaj higjienën pastërtinë, po edhe kur zbres për aeroplanet. Po që ky njëri e mbaj higjienën edhe ditore, po edhe kur jam në punë apo kur jam në universitet. Hiç kualiteti i jetës, kualiteti i sjelljes nuk ndryshon, s'kam problem. Komun edhe me thonë dysi në personalitete. Prandaj është për rëndësi shumë kualiteti dhe mungesa e trajnimeve, do të thotë mungesa e koordinimeve të punëve me të universitetit të Prishtinës, universitetet të Abit, që po, edhe universiteteve tjera, fakulteteve tjera që janë të studimeve islame, duhet të gërshetohen të përfitime akademike me vetë. Ata të ligjërojnë të këta, ata të ligjërojnë këta për shkencat humane dhe njerëzore, ata për shkencat fetare, dhe neve në duhen një gjenerate shëndosh për tërë Kosovën, për tërë Shqipërinë, për tërë Ballkanin. Se kështu duhet të funksionu në një ligjërat tonë që moti kemi në internet, dhe çfarë islam na përthrasi. Dhe shumë rëndësi kjo pyetje. Dhe çfarë islam përthrasi. Ne nuk jemi kundër qeverisë, as kundër shtetit, as kundër askujt. Po ne jemi në shtyllë që ndihmojmë shumë shtyllave shtetit që ka. Shtylla e Ministrisë së Tregtisë, shtylla e Industrisë, shtylla e Edukimit, Arsimit, shtylla e Bujqësisë, shtylla do të po politikës, një prej aty në shtyllave. Shteti Kosova është ambrella kulmi që na e mbajnë. Prandaj na kemi harmoni duhet me pas mes vetë. Duhet me pas mirëkuptim, sikurse kjo gjithësi që shka mes veti harmoni dhe mirëkuptim, sikurse pjesë të trupit njerëve që shkon harmoni dhe mirëkuptim, çdo pjesë i ndihmon tjetrës. Çdo organ i ndihmon tjetrën. Ky organ pakton nuk bën, ky tjetër pakton nuk bën, janë zinxhir. Interesat janë të lidhura, ngushtë.
Qështu dhe na jena? Pse na me këqyrë bashkësinë islame, po i lajmet në disa portale Shqip të Kosovës, po shifni çka po flasim kundër fesë islame, e kundër hoxhallarëve, po për natën e vitit të ri, po vjen ai tjetri, po i fesë tjetër, po i kritikon, do thot muslimanët përsëri. Qysh ashtu? Ne jemi njerëz, duhet me shërbim një tjetrit. Po, jo me bë manipulime, keqpërdorime, e këtu na mungon kualiteti i sjelljes, kualiteti i menaxhmentit njerëzor. E kështu na shohim alternativ program për qeverinë tonë, për shtetin tonë, për shkollat tona, një vizion bashkëkohor për me nxjerrë nga kriza popullin, studentët, trejat, punëtorët, profesionistët, profesorët, hoxhallar, se jemi në një gjendje, nuk jemi kënaqur. Nuk jam pesimist, mos thot dikush, po ti, jo, unë po ta tregoj ti sikur sa e Rengeni, po, analizat e gjakut, thonë, po ta tregoj situatën se si ku qëndron këto probleme, defektet. Edhe po ta tregoj rrugën e shëndosh. Prandaj është problemi tash i atyre që kanë dorë pushtetin përgjegjësve, ata për me i marrë hapat e shërimit. Allahu na ndihmoj. Amin. Një pyetje tjetër që vjen pikërisht prapë për ligjëruesit, thotë në disa prej gjumave Bashkia Islame thot i dërgonte temat për imamat edhe ata i trajtonin ato tema në hutbe. A do të ishte thot një zgjidhje e mirë nëse do të bënte vazhdimisht Bashkia Islame dërgim të temave për ligjëruesit, e sidomos në ditën e gjumës, duke pas parasysh që masa e njerëzve është më e madhe dhe ka më shumë të pranishëm në xhami. Po, pajtohem plotësisht. Edhe kemi sugjeruar një prej ligjëratave, nuk di cila me numër ka qenë, centralizimi i ligjëratave. Pajtohem plotësisht. Dhe rekomandoj, domethënë me të madhe, fuqimisht që kjo punë të bëhet. Nëse dikush nuk ka kualitet në punë, po imam nuk i kryen obligimet, nuk lexon, po nuk kanë kulturën e leximit, s'kan nerva me lexuar, po nuk kanë nerva shumica popullit të Kosovës, shqiptar, një mos i arab, vllazën o ndërshëm. Kultura e leximit mungon bre. Thaqafat al-qira'a ma'duma, është asgjësuar e këtë, nuk ka nerva mund karik bre. Le mu shetit, le mu tu me telefona, le me shit mene, le me dhona dhe me më thonë, duhet më ullë me tu për të drejtën, për ditorin. Statistikat flasin që një ndër popujt që lexon një libër mesatarja e popujve, krahasim me popujt e shteteve skandinavike, po atë evropiane, po numër 1 skandinavike dhe Evropës veriore, po ka 60 libra ata të lexuar mesatarja gjatë jetës së tyre në krahasim me shtetet arabe, gjys libër, asnjë libër populli nuk lexon gjatë jetës së tyre. Mesatarja e ul. Çështu do shqiptar, rrallin. Nuk lexojnë. Në një fakultet kujton që u bë Sultan Sulejmani e shtiroi Kosovën, e shtiroi Shqipërinë, po historia nuk ka skaj, ilmi nuk ka skaj, duhet me lexuar. Nëse ata nuk lexojnë, ata është obligim me Bashkisë Islame, komunitetin musliman të centralizohen temat për të mirën e popullit, për të mirën e xhamatit dhe për të mirën e atyre. Shumë pajtohem me këto. Dhe kam dëshirë, unë nuk maj men kur jenë bëhë ta adhim të mirë bëhë, kam dëshirë që këtë futët praktikë. Po, faleminderit. Po, një ndër pyetje tjera thotë, mu duk interesant gjatë gjithë ligjëratës, thotë e morët shembull një rast ku prezantimi i qoftë temave ose i ligjëratave bëhet me PowerPoint ose me mjetet të teknologjisë së lartë. A do të ishte më atraktive që me të vërtet të bënin të gjithë një veprim të tillë, sepse do të bëhej më atraktive për ata që e dëgjojnë dhe që e përcjellin atë ligjërat ose atë punim që mund ta ketë në prezantim ligjëruesi. Po, pa dyshim.
Pa dyshim se psikologët po na flasin neve, edhe Allah në Kur'an e ka përmend se njeriu, mjetet e informimit, kanalet e informimit janë disa të njeriu. Është zemra, është meditimi, është shiqimi, është dëgjimi. E kur bashkohen disa kanale, kur funksionojnë disa kanale të marrjes së informatave, disa antena e të dëgjuarit, antena e shiqimit të pamurit, antena e të logjikuarit, kur informatat shtu mlidhen, atëherë do thot gjendja efektiviteti apo do thot dobia ka me qenë 100% më e madhe. Këto kam provu dhe kam bajtur në një seminar për profesor doktora të fakultetit të shariatit në Universitetin e Katarit, në gjuhën arabe kam bërë. Përdorimi i teknologjisë, po në maksimum nëpërmjet të ligjëratave, do thot nëpërmjet slajdave të PowerPointit, krejt me teknologji, domethënë në fotografi, çështjet fetare, çështjet të tematikës së Kuranit, komentimet të Kuranit, se si na të përfitojmë nga teknologjia. Po dhe pejgamberi alayhis salam vllazën ka përdor teknologjinë, po në atë kohë çka ka pas? U ul me shokët e tij pejgamberi alayhis salam në shkretin zall i bëj kaft, si më thon si miell i bëj kaft. Edhe ka marrë një shkop, po edhe në zall, shok të këshyren, në zall ka vizaton, të ka ngri një vit të drejt. Ka tha, peshine që të vi, po, ka tha që kjo sirat al-mustaqim, që na po thëmë namaz, ihdina sirat al-mustaqim, o Zot, na zonë në rrugën e drejt. Po, pastaj e ka marrë apet me shtak, e ka bu një vit vogël anash, një më po, një këndi, ka tha, peshine këta vizat ansore, po, ka thënë këta jenë subul, rrugicat, rrugët e shejtanit. Allah në Kur'an po thot: "Wa anna hadha sirati mustaqima", kjo rruga jam rrugë e drejtë, fattabi'uhu wa la tattabi'u subul, dhe mos ndiqni rrugica anësore. Kjo ka vizatuar në shkretin, teknologjinë e ka përdor shtaugën, që kjo ka qenë. S'ka pas letër, s'ka pas kimik, s'ka pas laser e PowerPoint. Anë tjetër, hadithi tjetër e pejgamberit alayhis salam, për mja qartësua vlerën, ka thonë, a peshinin me kalu një lumë para derës juj? Ka thonë, po, me do më lajt i kush 5 herë aty në atë lumë, hin dil, a jetë do një ndytësi trupin e ti? Ka thonë, jo, ja Rasulullah, çfarë? Ka thonë, që kështu është puna namazit, kur falësh 5 herë, e me rabdes 5 herë, pasrohesh 5 herë, s'ka me metë as një ndytësi, as fizike të të trup, shka shojmë, po as edhe as një gjuna, inshallah. Për rasti tjetër, pejgamberi alayhis salam, shifni me fotografi, ku ketë me imagjinate se s'ka pas teknologji, për shifni, ka thonë, rasti jem, ardhe nga Allahu xhaleshanuhu, dhe popujt në misionin, karshi misionit tem, jenë dhe të 3 lloje. Si ku se shiu kur vjen, jenë 3 lloje tokave. Një tokë e ka thith shiun dhe ka qit bereqet, gjelbër. Kjo rasti besimtarëve që e ka një fjalën e mirë dhe jenë udhëzuar. Po ka thënë një tokë tjetër është më thotë si e tokë e thatë. Po, tokë e thatë. Vjen shiu, po as nuk qet bereqet, as nuk ket ujë për mi sipërfaqe. E këto po thotë rasti jo besimtarëve, e kanë një dhe të fjalën time, e kanë një udhëzimin, po s'kanë besu hiç. Rasti i tretë po thotë, dikush e ka një fjalën dem, ai vetë su bë musliman, o e ka përcjell dikujt e tjetër kush u bë musliman, e ka po hajrin. Se i toka thatë ka thonë, se ka thithë ujnë, po ujnë e ka murujt për mi. E ka arni një kafsh një bagati, e ka pijat ujnë, dhe ja ka po hajrin. Shifni çfarë komparizime ka thonë që i mësmiu, një detale se o bo gato bo, shifni pejgamberi çfarë teknologji ka përdor. E na sot, ala kemi çashtë imam, ala zindashta edhe në tobën se si me përdor, e ligjëratat, është dhe thënë tradicional, s'po thami prapa mbetën, po është i lodhën bre, është i lodhën adhin. Këtu me përdor, me shishmua, fejen e teknologjinë, e dersit, xhamatit, e studentave, me lujt me teknologji, me lujt. Me përfitun nga teknologjia, kanë të mirat e Zotit xhaleshanu. Allah në ndihmoft me mirë përdor teknologjinë për të mirën e dinit të muslimanëve. Amin. Amin. Edhe pyetja e fundit që ka arritur, thotë selam aleikum, përshëndetje juve në studio dhe hoxhës që keni në emision, dhe deshta të ju përshëndes e ta bëj një pyetje
për të mendoj që do të marr përgjigje nga ligjëruesi, patjetër. Pyetja është kështu, thotë cila do të ishte një nga mënyrat më të mira të qasjes së ligjëratave, qoftë për të mirën e njeriut, qoftë për të mirën e të kuptimit të asaj çka e thotë ligjëruesi. Thotë a do të duhej që çdo gjë që çka ta dëgjojmë në ligjërat ta vëmë në praktikë dhe kjo të jetë si shembull i mirë për ata që na shohin e jo me fjalë gjithmonë t'ja themi, apo pse jo ndonjëherë bën edhe me fjalë ta themi atë çka është hak. Po, ai nuk dohen të mëzvetin. Udhëzimi, fjalë, pastaj praktike, nuk dohen atë. E ligjëratat për mu jetësua, për mu fut në jetë, që do të vazhdojmë inshallah me emisionin e ritashëm, inshallah, se si ta jetësojmë në Kur'an. Unë i kom thënë dhe shokëve të mi, hoxhallarëve në Prizren, konceptin e hutbes së xumas, ligjëratës tënde, fotokopiohet me një faqe, e pas namazit të xumas, dikush për xhamatlive në 30 dera xhamis, dhe lepja, çdo xhamatlive në tashtin gjepën në çka dushme. Ja çon familjes, ja çon familje, shoqës, nusës, vajzave, tjera, që së të hoxha që të e hurë. Se shumica edhe të nga të leqë të të lodhën, rinia, të lodhën, harajnë, konceptet si majnë fjallë të hoxhët, sikur se na sonë dhe sa fjallë, në çfarë rast, po mos po konë këtë rekordim, kjo video që këna kemi insistu që nga fillimi, po, ta fjallë harohen. Edhe ligjëratat të hoxhallarëve duhet të konceptohen, të rekordohen, po, të fotokopiohen, të shkruhen, të distribuohen, të shkepen në përmas, po, dikujt, edhe me fjallë një mirësar dhe një selam, që ata në shka e folë, që e kujki i detalet, ja pa fsharin, e Allah të lëzot, e kështu. Atë duhet me kombinu ta metodat mjetës që si do të aprapim dinin islam, edhe me fjallë, edhe me punë, edhe me vizita, edhe me ndihma, edhe me busqeshje, edhe me vizita do të smundës të sëmorëve, edhe me aktivitete vullnetare e tjera tjera. Kombinim, gjitha mjetë. Allah në ndihmoft, e falenderoj sinqerisht për ndëgjimin dhe respektin, dhe inshallah që me javën e ardhshme me temën e re, me izin të Allah xhaleshu. Inshallah. Faleminderit shumë edhe juve për praninë, njëkohësisht edhe për ligjëratën e po ashtu edhe për përgjigjen në pyetjet e dëgjuesve, edhe sigurisht me shpresë deri në takimin tonë të radhës ta keni shëndetin ju edhe të kemi një temë të cilën do ta trajtojmë në valët tona. Deri atëherë, një selam nga ana jonë. Aleikum selam, Allah i thamarat. Amin. Të nderuar miq, të dashur dëgjues të radios Dituria Islame, kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë në radio dituriaislame.com dhe jemi shoqëruar së bashku me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha në trajtim të temës së sotme, pra që e kishim deri më tani, Kurani dhe kualitetet në vepra. Kjo ishte tema që u trajtua sonte në këtë program në valët tona, pra në emisionin aktualitete fetare dhe edukative arsimore. Ky emision ishte i drejt për drejt dhe do të ngelet në transmetim, do të ngelet në faqet tona në YouTube dhe Facebook. Pra ju ftojmë të gjithë juve që e ndjekni këtë emision dhe që e keni ndëgjuar deri më tani, t'i bëni një shpërndarje dhe ta shpërndani të gjithë miqtë dhe njerëzit tuaj me rëndësi që mund t'i keni. Prandaj në emër të gjithë stafit të radios Dituria Islame, në emrin tim Avni Lukiqi dhe në emër të gjithë juve që bët pyetjet e të cilëve tentuam që t'ju përgjigjemi, ju përshëndesim dhe ju ftojmë që të na dëgjoni edhe në emisionet e radhës deri në takimin ton tjetër. Mbesni në mëshirën e Zotit. Natën e mirë.